proceset integrimit në vetë për qytetarët shqiptarë nuk kanë rëndësin e objektivit final, pra integrimin, por kanë rëndësin e procesit në vijimësi, sepse çdo hap i procesit rrit më shumë pranin e BE-s në Shqipëri dhe rritje pranisë BE-s do të thotë rritje mbikëqyrjes, rritje e presionit për të përmbushur këto standarde që na bëjnë BE. Sepse duhet kuptojmë një gjë. Zoti Gogu tha që BE-ja është në realitet nuk është një premtim elektorale për një kaz. Unë mendoj që BE-ja dhe pasaporta që tunë zoti Rama është karta vetme elektorale që ka për sot Partia Socialiste në dorë, por në BE nuk hyhet me votë. Sepse po të ishe për të hyrë me votë dhe këshim hyrë me kohë. Në BE hyhet duke përmbushur kushtet. Pik. Edhe zonja Kallas tha të njëjtën gjë. Ne ju mbështesim e tjerë, por ishte i madh, po. Pori ka qenë gjithmonë aty. Asnjëherë nuk i ka munguar mbështetja politike Shqipërisë. Por ka qenë gjithmonë ai pori. Plotësoni kushtet, plotësoni kushtet, plotësoni kushtet. Dhe nëse deri tani kushtet ishin kryesisht ligjore, dhe ne çfarë bënim? Përafronim legjislacionin, miratonim ligjet e reja dhe i thonim BE-s ja ku i ke ligjet, dhe as nuk i zbatonim, as nuk i vinim në punë. Mendoj që tashmë në kuadër të negociatave me hapjen e kapitujve nuk ka më t'i thuash BE-s ja ku janë ligjet, sepse monitorimi mat efektin apo impaktin e zbatimit të këtyre ligjeve. Dhe ne tani do duhet të tregojmë veprat, do të tregojmë pasojat e ligjit. Kështu që tani do duhet të shtrojmë kurrizin për të punuar dhe tani vjen edhe paketa financiare për të thënë që përmbushni kushtet, urdhoni dhe ofertën financiare nëse do keni projekte të mira për të përthithur, sepse ajo shumë prej 6 miliard eurosh është për rajonin, s'është për Shqipërinë dhe nuk ndahet për frym, nuk ndahet për shtet. Ndahet sipas projekteve që kush është i zoti të aplikoj projekte t'i marrë, t'i zbatoj dhe të përmirësoj performancën. A është kjo e lehtë? Unë do doja që, sa tha zoti Gogu, të ishin të vërtetë dhe fjalët e tij në vesh të Perëndis, por mendoj që përtej entuziazmit politik dhe përtej kauzës elektorale,